Bismillahirrahmanirrahim. Mbi shitblerjen. Mundohu që sa më parë të punësohesh. Ruaju nga papunësia, pritesa dhe dembelia. Marrëveshjet, kontratat tua tregtare harmonizoj me rregullat e besimit dhe largohu në bazë të shariatit nga punët e ndaluara. Ruaju nga shitblerja në mënyrë të palejuar sipas besimit dhe largohu nga të gjitha shituret të cilat janë të themeluara sipas sistemit kamator. Mos e lëvdro mallin tënd, po lëre blerësin që ai të vër vetë pra ta shikoj dhe ta shmoj mallin që blen nga ti. Largoju gjërave të dyshimta. Bëhu zemërbut, i sjellshëm dhe shpirt gjerë gjatë shitjes dhe blerjes, dhe sillu bukur në të gjitha këto situata. Nëse dikush që ka bler nga ti pendohet, kthej atë hollat e tij dhe pranoje pendimin e tij, kurse Allahu xhaleshanuhu do të pranojë pendimin tënd në ditën e gjykimit për gabimet që i ke bërë, për arsye se ti ke pranuar pendimin e tij. Kurse si mos heq, mos pakso me rastin e matjes dhe llogarisë. Ki kujdes pra në peshore. Këshillat i fillon me shit blerje ose me çka do tjetër, dhe kurse si mos gënje. Mos shit që të dëmtosh vëllain tënd musliman dhe mos fejo vajzën që është e fejuar. Kurse si mos e grumbullo mallin që ta shesësh me shtrenjt në kohë të skamjes. Bëhu i sinqert dhe i ndershëm në punën tënde, ruaju nga gënjeshtrat dhe betimet. I besueshëm dhe ruaju nga mashtrimet, nga se në hadith thuhet me përpikëri rregullisht kryej atë e cila të është besuar dhe mos bëj hile atë i cili të mashtron ty, pra kush bën hile s'është prej nesh, thot pejgamberi selam. Mos e bëj shpërhi të marrësh hua, por nëse huazon, bën atë me niyet që sa më parë ta kthesh. Mos e shty kthimin e huas nëse ke mundësi ta kthesh, nga se ajo është padrejtësi. Ngutu në kthimin e borxhit të personit të vdekur të cilit i dëshiron mirësi. Rreptësisht ruaju betimit të rrejshëm, me të cilin dëmton tjetrin. Ruaju kamatës, plaçkitjes, vjedhjes, mos tregimit të hakut të huaj dhe hiles. Mos merr asgjë nga pasuria huaj pa lejen e pronarit të saj, bile edhe as përkohësisht. Punëtorin paguaje sa më parë, para se t'i thahet djersa në trup. Asgjë nga pasuria mos harxho pa shkak të arsyeshëm. Këto ishin pra disa këshilla rreth shitblerjes, por padyshim që shitblerja duhet të ketë qëllim fitimin e kënaqësisë së Zotit. Dhe përmes asaj shitblerje, ne të arrijmë të ndihmojmë familjes, por të ndihmojmë edhe njerëzit e tjerë në mënyrë që të punësojmë familjarë të tjerë dhe të punësojmë dhe të hapim vende të reja pune, në mënyrë që njerëzit të angazhohen, të fitojnë riskun, bereqetin e Zotit halal përmes shitblerjes. E ka bërë Allahu, wa halallahu al-bay'a wa harrama Allahu ar-riba, pra e ka bërë Allahu halal tregtin dhe ka ndaluar pra kamatën ose fajden. Andaj, lumaj njeri që punon me ndershmëri në tregti dhe ndihmon në bamirësi dhe në punë të mira.